Se ti po mba 2 javë që ko marrë. Francë. Edhe më garë edhe ka i. Më shikë me nërë, si kur më gane në slove. Asë nuk e kontratu, asë nuk më të më kërkanin. Nuk e di, qysh me folma. Vazhdimisht që 7 vjetë martesi baj me burtem, nuk di qysh me gjithë në gjutë përbash me këtë njeri. Se bak janë që të vetë nuk ka dysh më më rënë. Unë nuk mi këshpije. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Francë, do të lidhemi me 27 vjeçare, ajo quhet Leonora, e cila prej 2 javësh bashkëshorti ka kyçur në shtëpi dhe kjo nën, e cila ka 2 fëmijë, është në rrezik për jetën. Më ka shkruar disa mesazhe që më kanë prekur dhe më njëherë do hap dritarin dhe do e ftoj për të kuptuar çfarë ka ndodhur me Leonorën dhe bashkëshortin e saj. Leonora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Franca. Por çfarë ka ndodhur? Unë Odet para... Në fakt, se ti po mba 2 javë që ko marrë. Francë. Ko marrë me qëllim që mi bo letrat, më bashku që 4 vjetë jam ka pres. Vazhdimisht që 7 vjetë martesi baj me burtem, kom pas dhomë, se qike fizikën, si fëminë, si në faminë të gjithëkon. Para 6 muje ju më kanë strehimore në pejë. Këllundës psiqike nanës burit, edhe këj burit tem, dhumë psiqike gjithë shka. E pjatë herit, erdha këtu mirë kejt, nuk e këj ka plagos njerë, di ka një senet këshia, senet zeza, probleme, që sa dhe të më shirë mundelë, ma kanë qëtë të gjithë dhe deren, dja më ka rri, a këtë më ka rri, une nuk jam ka moj, që me thonë, ju mra me një para, me një angth, ju mra, Zonë dhe fëmijën, 7 vjetë ka zojnë dhe një dhe vetë. Vajsin e kam 5 vjetë, gjorin e kam 3 vjetë, po m'bjën marë dhe dërsi fëmijëve që shtu me bëhe. Nuk jam ata vetja, nuk jam. Jo më lodhë shumë sene, mu m'akuzoj njerëzit që onë e bështione për bajë. Nuk di kemi spjegu. Jam e shku shumë e bështu sene. Jo më lodhë, kom deshtë dhe qëtash më gjurë të tretarës, me mitë vetën. Leonora, të lutem qetësohu, e kuptoj që qenë ke shumë e trishtuar. Të ka kyçur burri në shtëpi? Orna? Burri të ka kyçur në shtëpi dhe ka ikur? Po, edhe më garë edhe ka ik. Më thej që kam 2 javë që ke mbritur në Francë. Po, unë kom kujtu që kjo është një këj ka letrat, këto bosa në të këshia, ka dozin, po gjithë zëshka, pëllë pak mërë të thera, polici nuk disha gjysh marë si jetu, nuk e di, që unë nuk e di gjuhën francishte. Por pse nuk merë policin? Pse nuk merë policin, një këtosh policin për si policin, po nuk, shumë e tha, nuk e disha gjuhën në beqin, po ja ka zarë. Ata një numër me zerë në gjuhën në angleze, që me tha nuk di kështu më komuniku. Por jeta juaj është në rrezik, po më tregon? Po, one nuk di, që me tha, nuk di qysh me gjithë në gjuhë përbash me këtë njeri. Më lijon do të pyes? Jo më lodh, si që këtë që me tha jo më lodh ma. Zemër, po pse nuk ndahesh? Pse nuk e lë këtë burrë që nuk e do? Nuk daj të njerë. E vlave vetë unë ka mërë stremore, po hatë e tina thash hajtë hatë të fmira, mos më bëtë njere, mos ju apet. Unë nuk po di të ishe, po jam që me thonë në rëzik. Të ndanë më mbra, të ndanë më shone, ku të kujna bashkë nuk i kam kërku. Asë nuk e kontratu, asë nuk më të më kërkanin. Nuk e di, qysh me folma. Zemër, qetëso. Nuk e di, më shanë, tani vjen puth, më shanë, nuk jam s'flave kompojna. Por familjen tënde ke kërkuar ndihmë te nëna, baba jot?
E kom shkru, më ka dek para 12 vjetë. Vlavi më ka dek një kancerit, ne kom po një astret. Babën e ka dhe fësit kufizume. Nuk po më me ngarku ata. Të besoj. Sa vite ke martes me këtë person? E kam 6 vjetë e gjysë. Ju jeni nga peja e Kosovës? Unë a Ferizaj po martu me në strasti për të qanit. Edhe ai është nga Kosova dhe ti je nga Kosova. Po. Mund të pyes si e njohur me babain e fëmijëve të tu? Unë jam njohur përmes rrjeteve sociale. Mund të ma tregosh? Unë para disa vite, se babë janë që të vetë nuk ka dysh më vranë. Unë i kom besu këte njeri. Ma ka kam bezë dhe më betu në zatë. Unë i kom ikë i shpije. Kalo më ka marrë me migjën e vetë, me motrën e vetë, me grunë e halës, grunë e migjës vetë. Ka nërë më ka marrë që adeta. Por ti ke iku palere prindërve? Palere prindërve ku më gabu shumë. Unë e di shka është. E ku më gabu dhe edhe që me thonë gjithën edhe e vuj, se jo që di shka, po ku me këtë në familje, se ku më ka di pëthapi shumeri, më ka da në në shumeri, jo më rritë dhe papi në hajtë, s'kom dish në pas as dorëse mas kur që. Nuk kom dish papi, mja papi nga në më shumë, po kur jo më papi prind vetë, kom kujde, e di shka është dhimta e prindit. Edhe ata kom vujt të fish më shumë. Zemër, unë e kuptoj, ti ke rënë dashuri me atë person, i ke besuar dhe ke vendosur të martohesh. Unë e kom besuar, po keq shka më ka dhënë kjo dukon e kundërta. Unë e kom pas veç 2 muaj martes që shka dhënë Zoti, më shumë nuk kom pas. Dalke natën vikëm, as bishte pa gatu një bap fmine në ku që kërkujna. Pike, dalke, mrege. Unë ati ka 27 vjetë. Por a i sa vjeç është? Aja është 32. Unë ku folë me babin tem, ku folë me motrën tem, me halën tem, çdo merë ku falë më kam dhënë mu që ti ja fajtore, se të natë. Po nuk, që me thonë gruja do të me mshirë gojën. Me mire kitë që gruja është faktore për gjithë shka. Edhe qika e në zarë do më shaj, i pas gruja du që shtuj, se ka marë trauma. A dhe që do në dhona janë, dhe dhe dika ku da shetë shtu në telefon në njerë, i pa gruja që shtu. Kjo është situatë shumë e rëndë për fëmijët. Edhe djallin nje, të më re, i shka ishin një më shaj ishin babës vetë. E da Leonora? Da ishin da ke më marrë mirë me zare, unë e shpishtë një fëmi nuk japi kërkujna. Më premtoj që do qetësohesh. E dashur Leonora, nuk dua që të qash, qetësohu dhe flasim të dyja si grua me gruan. Edhe unë jam nën dhe ti je nën dhe më vjen shumë keq për këtë që po dëgjoj sot dhe u trishtoha. Më falë që po të tha, unë nuk kom desh kur asnjëherë, më shku. Su nuk jam, as familje nuk e kam këtë nivel, as familjen tem nuk e kam këtë niveli. Vetë personu më ka fut që të pozit që më ka ngarkuat. Ka një barbozë që nuk muj më me që me t'i kaluë. Se ka femna dhe më të forte që t'i kaluë, ka një barbozë që jo në më halë mu, sa i martise, nuk muj më tutje. Zemër, në momenti që ti u martove me këtë person, si është sjell me ty ai në fillim të martesës? 2 muajt e para që ta spjegova edhe më herë, 2 muajt e para është sjell shumë mirë. Por më pas çfarë ndodhi? Unë u martu me 5 korrikit 2019. Po? Edhe unë me njerë mas 2 muaj dhe vjen shtator ku me 7 zanë, qikën e kom lind me 18 maj. 2020, gjallin e kam 2022, me 2 prellë kom bo gjallin. Kjo edhe kërë më kam 7 zanë, më kam shu gjithë, unë nuk po muj as vetë me kuptu se çfarë njeri është dhe me çfarë njeri ju markue. Kjo është tepër njeri i rrezikshëm. Por pse lindi dhuna në familje? Për çfarë të ka dhunuar? Kur gjavë, si vike,
Apo adin hajde dalë adin me marrë me familjen, dalë me dykon, pina ja kava vëdin. Se sen njëri familjar. Po. Jo, dhe jam shumë shtyk, jam gjuj, kam thaj rëshpi, sena pimat testam që as prind jam shmi ka fole, se kom një kohë kërkalin më më thonë. Prind jam më garrik se gjallë si qikë, po shumë se djallë. Unë jam kesh i prindit tem, se ku pru me një florë së gjatë që kom s'mu vetë. Se s'ka dish baba, kur as njerë më marduhe. E dashu Leonora, por pse i bënde këto sjellje? Pinte alkool, kishte probleme me shëndetin? Një alkohol, ndalë ke natën. Dalë ke për shavike ki po u që ke tik më ngjesit, shkaj ke kur vike 7 më ngjesit, flaj ke 1 orë dhe dalë ke apet. O dash në onë ta, natën e lume, me prit, me bank të goja, me prit e dera. Edhe ta da e në më thajkë muzika sa kur kujna kështë të morë kja, ftofta, o toqa. Ja marsha babet, po tu, ka njerë mi adhon atina, mi marri kësem, ju të të ru 2 herë me hikre, dit shkog i tina. Sot se du t'ja peti loj. A tha pet ma minja të mi për qapa, tha te kishti me po, po nuk ish ku që jatë për kanin. Besëm që du me lu mensh. Zemër, ti me këki jetuar në atë kohë, vetëm me burin apo edhe me vjerin vjerën? Atër o kanë vjerin, kunate dhe kunate. Tani kunate u martu, tani edhe kunate u martu, kanë dalë 2 jashtë, vjerë ka dek që 2 vjeti ba me 2 marë që ka dek, me ta e kun pa, dhe ka pas baba në si ku vizume. Unë edhe këta si kam pas kushte që shdo të, bënë nuk ju martu për kushte, unë ju martu që me do të bëgë shpit të zemër, e që jam u kanë. Po unë e kom po që kom jenë, hajtë, lajse pja fali, hajtë se pja fali, kom po një barodë që nuk e katë, nuk e dam familje. Ja, që kam një shmisë drita. Dhe me jetë ti kesh. Edhe po më janë marë, më jatë, edhe që ishtu të qëmë ka baj. Qa nivelli kom rëmë, më jatë. A besem që s'ka, nuk di ka më majtë. Zemër, unë shikoj që ti e ngarkuar shumë nga ana psikologjike dhe të kuptoj, po të shkoj drejtë në sy dhe më dhimbsesh kur i shkoj ato sytë tu me lot. Por momenti që ai të dhunonte kur jetonit në shtëpi, si reagonte vjera, vjeri, kunati, kunata, të mbronin ty? Po, normal që mbrane po ja të dhaj kërkon, një me shkryt e vet, i kanë thonë me gjallart e vet, i kanë thonë kejt, i kanë thonë apet jo. Apet, para s'disa ti, para 1 vite ka plagosi ka unin. Po, kështu dhe, po e bëshe ka kërvish, ka hangër burg. Apet, unë nuk i kam faj problemet veta mu, së të më në qafë. Se kom lëdhë familjen teme. E dashu Leonora, të lutem, kur një burr nuk të do, kur një burr të shan, të ofendon, të dhunon, të përbuz, lëre moj që do atë burr? Por dhe ja që më në atri mime, për ju s'ku qish me ta në parë të mime, vesh për atër të mime. Qëfar, me ti po i torturon fëmijët, me Leonora? Duke i mbajtur fëmijët me një baba dhunues, ti po i torturon, po shkatrove të në tënde dhe fëmijët, që shko për hirë të fëmijëve po mbaj një burr që s'ka mend në kokë, një burr që mund jetë psiqik. Lëre moj, lëre di, këthe unë në Kosovë. Më kona si personi që kom talë me nejka, nuk jam bësi njëre, më kona si personi më jam që nuk di me gatu, nuk di me fshi, nuk di me lanja, lavmi, bë nuk jam bësi njëre, më jam di me bëk dhe me fshi, di me la, di me shpërla. Po vjen marë, më jam me shfanjeri kom kalu jetën. E dashu Leonora, du të kuptosh një gjë, ti ndoshta mund ta e do akoma ato person? Ja, unë e me djeshin që më ka tentu, shumë herë më ka rej, unë mos moj. Ti nuk e do, për çfarë rri? Për çfarë rri me ato person? Duhet kishe ikur 1 orë përpara nga ai person. Më ditërëm nuk asje më jo, se shkog jashtë veç baba jem. Baba jem ashtë në familja vetë. Kur s'jetë për posmimet me. Të në herë ka tentu, më mi marrë dhe fëmijen. Nuk ti merë do të fëmijet a i.
që vetë ti shokovik për pitve. Leonora, të lutem, ngrit forcat dhe tregohu një grua e zgjuar dhe një grua e fortë për 2 fëmijët e tu, se ke detyrim të mbrosh fëmijët e tu. Nuk ti merr dot fëmijët ai, kur ti nuk e ke denoncuar ende, duhet ta denoncosh me një në polici për dhunën e ushtruar që ai ka bërë ndaj teje. Dhe ai person futet pas hekurave, Leonora, dhe nuk ti merr dot kurrë ata fëmijë. Vërtet. Shuj, Hana. Unë atë kom denoncu. Unë thash që më kanë edhe në strehimore. Por pse u ktheve tek ai? Ai ka dalë që shtonë s'di, sa dhe të leqme, të pa leqme, vjen marë më janë. Ashtë babi më janë, nuk po mojë ba, ai kam si ba, më si kam. Leonora, të lutem. Ata këtë në shko s'ka tarë, shka kam e ba më janë, dojna kam ja majtë do janë. E dashu, Leonora, je vetëm 27 vjeç dhe je shumë e re. Shoqet e tua ende nuk kanë krijuar familje, nuk janë bërë ende nëna, ti je futur halleve me kokë. E dashu, Leonora, nëse baba jot, halla jote, nuk e pranon divorcin, mos i pyet. Vërtet i kemi prindër dhe i duam prindrit tanë, por në momenti që prindrit nuk arrin të kuptojnë që ne po vuajmë, nuk duhet i dëgjojmë me prindrit. Stop, vendos ti për veten tënde. Nuk është puna të po, ka kalu shumë briova të shia papa jam. Po mirë mo. Ka thonë, dërni ka të këshu mirë o gjej, është pyqja, ai do një gjej të mdhime, po janë pyqja dërni, për shka një vajtë me janë. Moj Leonora, po ti po torturon veten tënde, po shkatron veten tënde, po shkatron fëmijët e tu, duke menduar që baba im ka vuajtur dhe mos dua t'i jap një tjetër plag. Ndarja do njëherë si shërimin e plagve. Ma beso. Unë jam ti për keq. Jas të konisht ti për keq. Besom që jam ti për keq. Më shik me derë, si kur më kodën e sklove. Të besoj dhe po të shikoj që je shumë keq. Je vetëm duke qarë. Unë, jam shumë me këtë dhune. Një që më ba. Shumë vjen kur gjoj interesant. Edhe më mësua dhe më bra kej. Kom të ndu një gjenerë më mitë. Po atë bajsha vetën qëfar të një që kom rane. Për mësi që jam ba. Nuk dua, të lutem, Leonora. E disa gram më thonë këtë fjalë ka menduar, ti idhem nga balkoni ka menduar të vras veten. Mo je në Tereziti, që ke këto fjalë ti moj? Do shkatërosh ti jetën tënde, ti japësh fund jetës tënde për një burr që është i marr, për një burr që është budalla, për një burr që e ka emri Kafsh. Thiri moj mendjes, ke 2 fëmijë, janë drita e syve të tu dhe jeta është gjëja më e shtrenjtë për ty. Po s'deshe veten tënde, nuk të do më njëri, Leonora. Duaje veten tënde, respektoje veten tënde dhe jepi forca vetes. Okej, më faqë të të preskër, më kam si ketë njerë që shtonë, që full me dikonë të bështet, jo, vetë ke s'gjedhë dhe banë vetë që ka të shore, po ka një barryme, që vetë është ka të shprovë me këtë njeri. E dashu, Leonora, të gjithë një jetë kaloj momente... Me full në jodone, me kanë me full. Të besoj që je vetëm dhe në një farë mënyrë familja nuk të mbështet. Çdo njeri në jetën e vet kalon momente shumë të trishta. Momente vuajtje në forma të ndryshme. Ti i kalon në formën tënde, edhe unë kaloj plot momente të vështira në format e mia. Por vjen një moment që i thërret mendjes, i jep forca vetes dhe thuaj stop. Tani vendos unë për veten time. Për trupin ton, për lëkurën ton, jemi ne që vendosim, nuk vendosin burrat tanë. As babalarët, as nënat, as motrat, as vlezrit, dhe pse janë familja dhe i duam. Ama për jetën tonë vendosim ne, jemi ne zotë të vetes tonë. Dhe ti, moj vajzë dashur, mblidh forcat, dhe kur ai njeri të vi në shtëpi, ngrija zërin, dhe kërkoj disa llogari dhe vëri disa pika mbi. Shumë ka të prima pika janë. Të më shumë të mazima janë, këtë zëri, këtë kom që të vëdët. Por kur ai të dhunonte dhe ti kishe frikë të jetoje me të që kur ishe në Kosovë, pse erdhe në Francë? Pse nuk e ndave, moj Leonora? Për çfarë ja jep këtë shans? Shumë njerëz më thonë kështu, o ja, dash një varë që unë kum hangër ato, që më thonë kepën të na thojnë, ke hangër kepën.
do të më përbi, do me E thonë. kuptoj atë. Zdi, nuk di, besat që jam mot, ketë jam mot. Por të tha, Unë e shkëtë të barë dhe zë, nuk e shofë të me ngjyra. Unë e jetoj veç për kësat mitë me, për kur këtë jetën. Më jo, të migja ku me shku, të babi ku me shku. Ka me shku, për jo, të babi kësën s'ka. Ku me shku, one? aty ku je në Francë, denoncohe në policinë franceze. Ti nuk di gjuhën, po ka plot përkthyes aty që do të ndihmojnë. Nuk disha qysh me komuniku. Kërkon ndihmë, ka përkthyes. Më kontena qenën e dalë. Sa ditë do që të ka kyçur në shtëpi? Para një javë më ka kyç 4 ditë. Ditët e parë, ditë 3, qështu më ka kyç 2 ditë. Por pse të kyç ty ai? Pro dhe, se tute që po shkaj në ikon, me denoncu. Pa i nuk që nga burra, i që nga maskara burr, më fal që e them këtë fjalë. Vetëm burr nuk që nga. Unë nuk e di, ja ka përsu të dy fëmijë. Leonora, por ushimet ka lënë për të ngrënë me fëmijë të paktën. Ona me jo që si ku marë që të seni më bërë vetë. Ate kja shpia është e shqitne, atë djofa ka me donë. Që? Sa bua ingratë që Që ma, to jana, si që 4 ditë jam nga e mojë shpiti me qëtu sene. 1, 2, 3. Që ka me bë? Zerat e fëmijëve aty dhe nuk dua që këto bisedat i bëjmë përpara fëmijëve. E dashur Leonora, por në Francë ishte ai që të tha hajde apo tentove ti, këmbgule ti të shkoje? Unë këma herë nuk ka thënë unë njerë hajde. Unë që 4 vjetë jam ka e pres. Ma kë që 4 vjetë i bën, i ka për njerë pun kishtë në pun, pret, bani se në këshia, kisha ko banis veti, kisha ko poret veta. Unë e përshtoj edhe me bëbë kështkim familjon, mëjno, ti... Unë nuk jema kur gjo, unë nuk i ka problem për poret veta. Unë të kujtu këshë që 2 vjetë si ka po fëmijën, të kujtu gja vri fëmijën që të suhe, të kujtu edhe po ka njojna një dishka të re, edhe bjanis një të fillimit. Po jo, është e kodë. Po me fëmijët si sillet, me djalin dhe me vajzën? Mirë, po veç pak, aj 5 minuta rëme, ka veç pak më bëllë, nërva sa i delë. Po mirë, mos është i sëmur nga ana mendore, ka ndonjë problem se... Hala me nazë, o kanë të shokë shyrë, jo, veta shashtu. Por aty në Francë ku jeton, ke njerëz të tjerë familjar? Ja, para nan dita, 10 vite, u dha vjem u kon Francë, u shëru, nuk u shëru, vjen u kon, ka dinti kancerit. Shkon, kusur 2 muaj që shkoj, tu e ku po qatë do vetëm, ka dinti kancerit. Motër në kam Gjermani, po aja kohë gjallë me apsi ku bizume. Ashtë qështu ma të vetat, papën e kam qështu me shtoka për kohës luftës. Nuk ka me që me thonë njeri kështu që janë shpri ato lejtë dem, që qëra është nga ku në shpët vetën. Por kur ai është i qetë, a ke folur me të? Unë shadë në është ata ato të vraj, kështu që s'po du me përdor gjumë në më të smive. Unë ka pat psikopates mu, fjallë të më të pestav. Bizë eksistan për mu. Qdi? Pra ti komunikimin e ke zero me ata, nuk flet fare. Unë e komunikimin me burë kam zero. Po si, kur ai vjen në shtëpi nuk të flet fare? Unë ku do më kuaj për shembull, shka ma ban mshide. Qut ma më shanë, s'den t'i ku gjo. Ti e alfabet, ti e pashku, ti e rrugatë, ti e zakari, ti e meq. Kjo nuk është normale në një familje. Kjo nuk quhet familje.
Më fal. Që unë vetë mund është mi vetë të fmite me. Kuti? Ka të këtë s'ku që ka rejë momin. Momi. Ka të që ka rejë momin? Momi ka rejë. E kjo është e trisht. Kur ai në darkë vjen, flen në shtrat me ty? Flen me njën kafe, unë e flej me njën për fmit, këvesh disa zërgjume të një dalë për krevetit. Pra ju nuk flini bashk? Jo. Po ju krevatin se ndani bashk. Komunikimi zero. Ai të dhunon Jo. pra. Qa pret më, Leonora? Për shembull kur nuk bëj dëshka, që të mbërtet, që ka beti si kiqarë, pa bëm këto, në për shembull shkaj në dhëm, në banjo, që bëma këto, edhe me dytyrime, që bëma cene, që bëma këtë cene, këtë me dytyrime. Vjenë më kap, më shtrëngan, më kap për fyti, më kap për flok. Leonora, qa pret më? Pse nuk ndahesh? Pse nuk ike nga jo shtëpi e mallkuar? Ojna, unë s'po di shka me bë. Unë i kom thirë policin, jam ka i pres, që 2 orë i kom thirë. Pazar s'kom dit me full që është dohet. Ti e ke marrë policin franceze sot në telefon? Po e kom asa në telefon, po nuk i di shta gjuhën që është, mësone nuk di franceze, ta ka 2 spik me Shalvenja, nuk di shto gjuhë. E kuptoj, përgjishten. Por adresën ku jeton, ja dhe policisë? Ja kalzajsha me shifra, dhe në formë kështu, po jo bashkë që është do të mja thonë. Nuk di për çfarë arsye. Ti ke frikë nga momenti në moment sa ai do vinë në shtëpi dhe sërish do të dhunoj? Po, nuk e di me kam punën në telefon, thash edhe njerë, ban, unë bjen, vallaj, që zgjuna për dëtare që qofa. Se mu kur du m'bjen, më kam një stres, më mirën ment, më kam panikin, në moment. Zemër, nuk e pse vuan kaq shumë. Ke bërë mirë që pas ke marrë policinë sot. Uroj që policia të mbërri sa më shpejt. Do ta gjej derën e kyçur dhe normalisht do ta hapi derën dhe do hy. Kërkon ndihmë. Merr fëmijët dhe largohu nga ai person, sepse ai nuk meriton asgjë. Allah nuk e di, zot, inshallah. Por kunatën e ke njoftuar në Gjermani? Ja, nuk do kërkoni me njoftu. Se një këta nuk kam qenë me problema o kërkonin. Përbez, që me thonë, jo mundi që të, nuk... Por ajo që mua më dhë më shumë është se ti the babai, familja ime nuk e pranojnë ndarjen. Nuk e mundur dot t'ja shpjegosh babait tënd që ai të dhunon ty fëmijët. Babja më ka prokrat dhe i në pikë të fundit. Po babën dhe kom mërzit shumë. Unë nuk e kam atë komunikim ma përballë që më bëz me babë teme. So në kur shkoj të familja babë temë, me një rrët e mishës ma bëjnë që kja bëgjojja, që kja që do bëgurë. Presione, atë të fjallë, më të fjallë më gjëndan të për shumë. Por që të plasi ty, më falë që po flasë me këtë fjallor, se u irritova, se qëfar thot kushuriri, se qëfar thonë vajzat apo çunat e xhaxhait. Baba jam gëra gjatë pitë, që ku t'i lindi ka ku ta qarështo, babi jam kejtë që dhejnë e kejtë. Flash me një barbavëse që ka butë shumë, nuk po mojnë më me ngarku më shumë. Unë kuptoj që baba juaj ka vuajtur zemër, por si qka martes ka dhe ndarje, këto janë pjesë të jetës. Jeta në përplas me këto gjëra. Po përdu pare, mos me, që më thonë mos të shka këto se më këtë moment në kom të i panik. Me kom në i shumë zemër. Din që t'pika baba jeme. Më ka një munditje balë. Nuk mëj më bëtani nëse. E punë që fishta që më shumë, me që ato e kam, nuk kam tjetër. E kuptoj. Sa është me vene prat me qëtë, me gjithë i dhe më vetës.
nuk do ta lëndosh. Jo, se veç ato kam shpirtit. Por fëmijët si sillen me babain e tyre? E kanë frikë? Po dojnë kalere se dojnë. Qenit edhe vetë. Me njerë, fëmija me ka marrë traumë, në mos qika jam, nëse ke du më thoi që në qikës i kom ba, nuk është dhe për se fëmija qika e kësi më kojë shtatë zonë e ka marrë ata. Se që ati shka me njerë, i bafë që kërë kështu, edhe me njerë, mu më bajshë për dhe qika, nuk e ashtë që për dhe qika, s'po ashtë mija po, mija me bëllhojnë, janë shumë me gjutë. Po problemet që kete kam pi aut, me tash pi stresit. Dhe kjo është e tmerrshme, gjithë kjo situatë, që ti ke 2 javë që ke vajtur në Francë, të bashkosh familjen, të bësh dokumenta, të bashkoheni si një familje lumtur, ai të kyç aty brenda, ti ke 2 javë kyçur dhe ushimet i pas ke të limituara dhe mbi të gjitha. Unë 2 ditë, 3 ditë po më dal një herë, kina shku te parki, edhe vi kjo më shelke, kesha dhe vesh me po njerëzit që s'ko ku gjatë baja, dhe pse ku marrë në këtu, apo kupta, që mos me marrë vesh këtu, di qysh janë kënena, qysh, këtu ne jam në Kosovë, ashtë hera pa që ku më fu jashtë. E kuptoj. Ti je një gocë e fortë, je një gocë e zgjuar, do ja dalësh. Po ja, më ne kecojnë qështu, po, kur kush nuk e din qysh jetë një, qysh je pritu, se ketë kujtojt që te një po, me njerë, nejse sot mi interesoj me ha, jas pa po kja të shka nuk e re burra, ki po së to dhe që e si shqiptarët. Por lëri këto paragjykimet, lëri mos vuaj qa mendojnë të tjerët për ty, që je ti fajtorja se burri të re, dhe nëse ti bën gabime, ai nuk ka të drejtë të preki ty me dorë. Gabimi jamër, që ka njerë nuk e nija dhe ku t'lan ato, ose ku t'baj dhe shka, që kja gabim jam, nuk kam gabim tjetër. Gabimi jote është që ti vazhdon të rish akoma me atë burr. Ky është gabimi jote, dashur. Ndje ku më bëbi, në Allah, unë e ma, me këtë njëre e ka kry kështu. Ja ke kërkuar ndonjëherë divorcin burrit? Po, ja kom kërku, ka tha një, unë sa dhe nëse nda më tha të mësti. Dhe tha e maj burë, ke tha asmanin dhe mua të. Shu bëhen të fortë ka burra, këto lloj burrash, para grave. E ke vendosur që do ndahesh dhe ke kërkuar ndihmën e policisë. Por nuk e njoftuar askënd, as babain tënd, as njerëzit e burrit. E kom njoftu veç motrën teme. Çfarë i ke thënë? Kom thënë që nga me thirë policin, mund kam kështu sa ti e din, tash del ku del, tash nuk moj, tash më kështu. A dhe për pos edhe hazi, kom thënë. Ma nuk moj. Dhe ke bërë gjën e duhur, që ke njoftuar policin, uroj të mbërri sa më shpejt policia sot të shtëpinë tënde dhe ti të shpëtosh nga i ferr. Faleminderit. Vetëm më premto që do jesh e fortë përpara fëmijëve të tu. Inshallah. Ata shaka caktu zoti. Mos u dorëzo, mos qaj. Oh my god. Dhe qaj që ka përjetu kësi sene. Ka bëgështë e din. Dashur Leonora, nëse ke nevojë për ndihmën time, më thuaj, nëse do, unë mund ta telefonoj burrin tënd, nëse ke nevojë, unë mund të njoftoj edhe korrespondentën tanë që të ndihmojnë me policinë aty ku jeton, në vendin në Francë, por ti më the kam bërë denoncimin, për çfarë do lloj nevoje që të kesh, më shkruaj me zemër do të ndihmoj. Këshilla që unë t'i jap. Më konsidero si një motër të madhe. Ndau nga ai njeri, një burr që gre dorën ndaj gruas, një burr që ofendon gruan e vet, nuk është burr dhe nuk është turp të ndahesh. Histori e trisht kjo që dëgjuam ditën e sotme, mes dhimbjeve dhe lotëve, kjo 27 vjeçare kërkoi ndihmë këtu në live me Odetën, kishte telefonuar te policinë dhe kishte bërë gjën më të mirë, që kishte njoftuar policinë franceze për të kërkuar ndihmë. Urojmë dhe shpresojmë që po ditën e sotme Leonora të largohet nga ajo shtëpi e mallkuar me 2 fëmijët e saj të vegjël, të gjejë strehim në shtetin francez,
pasi ai burr meriton të jetë pas sekurave. Dhe mua më vjen keq që çdo ditë më shumë gratë shqiptare denoncojnë dhunën dhe tregojnë momentet e trishta që kanë kaluar në jetën e tyre dhe nuk kanë mbështetjen as të familjes dhe vuajnë dhe paragjykimet e botës. Stop, gratë të dashura. Një burr që ju dhunon, një burr që ju ofendon, nuk ju do. Jepini fund kësaj martese, ndonjëherë divorcet janë shërim plagësh. Kështu që forca dhe mos u dorëzoni kurrë dhe mos lejoni askënd në botë të preki trupin tuaj. Mirë, nëse keni një rast për denoncuar sa herë bëj të thirrje që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të dashur miq të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar ku çdo paradite ora 10 jam live me ju këtu në YouTube. Mirupafshim dhe takohemi nesër.